Territori i Kosovës për datën 21 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje të lehta bore në disa zona. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira, ndërsa pasditja vijon me rreshje të lehta bore në lindje dhe juglindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 5 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 21 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 21 janar do të jetë rreth orës 6:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:41 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 5 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 4 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 4 gradë Celsius. Pej 0 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 4 gradë Celsius. Malishev -1 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj -2 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik -3 deri në 1 gradë Celsius. Suharek -1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 3 gradë Celsius.